GJKO ka dënuar me 4 vite qëndrim pas hekurave avokatin Radovan Çela, lidhur me dosjen Toyota Yaris. Radovan Çela përfiton nga gjykimi i shkurtuar dhe dënimi i ulet përfundimisht në 2.8 vite burg. I pandehuri ka qenë përfaqësues ligjor i Alfred dhe Elvis Vladi, të arrestuar në vitin 2018 pas sekuestrimit të 3.4 milion eurove në portin e Durrësit, si pjesë të ashtu quajturës dosja Toyota Yaris. Radovan Çela është përfshirë në dosjen e ish kryeprokurorit të Vlorës, Aurel Zarka, i cili po ashtu u dënua më 20 maj nga gjykata e posaçme me 4 vite burg, por nga gjykimi i shkurtuar i ulet në 2.8 vite qëndrim pas hekurave. Në dosje janë përfshirë gjithashtu ish oficerja e policisë gjyqësore pranë ish prokurorisë për krime të rënda, Eriona Daupaj dhe Astrid Vladi. Ndaj tyre rëndojnë akuzat e korrupsionit në disa raste, si dhe ushtrimit të ndikimit të paligjshëm, si dhe nxjerrje të sekretit të hetimit. Sipas prokurorisë të pandehurit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kërkuar dhe pranuar rishfet për të ndikuar të gjyqtare e prokuror që hetonin dhe gjykonin dosjen e 3.4 milion eurove që u bllokua në portin e Durrësit me qëllim që të favorizoheshin të pandehurit. Spaki akuzon po ashtu edhe për favorizim të Suel Çelës për të çliruar pasuritë e sekuestruara në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Hetimi nisi mbi bazën e të dhënave të SKJCC që Spaki u vu në dispozicion nga autoritetet franceze, ku mes të pandehurve u zbuluan komunikime për çështjet.